Mungesa e koshave të mbeturinave ka bërë që mbetet që dalin nga konsumi i përditshëm i banorëve të fshatit Gurrevogël në bashkinë Klos të hidhen vende pa vend. Më shqetësuese situata është në porronjë që vjen nga fshati Gurrevogël në drejtim të fshatit Rip. Siç duket nga pamjet në mungesë kontenjerëve, banorët i kanë hedhur mbeturinat në rrua duke shkaktuar ndotje të madhe midisore, por vetë banorët deklarojnë se nuk do e bënin një gjë të tillë nëse do të kishte kontenjer. Oltjan Hajdini shprehet se është e papranueshme që në vitin 2026 të mos ketë shërbim të grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave në këtë fshat. Ai deklaron se do të paguante çdo detyrim ndaj bashkisë vetëm që të vendosen koshat e mbeturinave kudo. Ordini 26 ajo i ke mbeturinat poshtë. To është ambienti shumë i pistë. Nuk është e mirë më thon drejtë, por kur s'ka mundësi, më vend do hidhen se s'kina kam i majt. Mi ndjek prap to tim do bëjnë prap më keq është. Do ketë ndrojtë, do ketë gjëra shumë të tjera, si do pa janë shtu makina dhe prap jam përhapës mua, jam përhap gjëra të tjera, jo të ndjekës në mbeturinat. Që mi është më e mur sa më para ki më vund të kjo punë që të vinë koshat. Jo, s'maj me në hetë ka pas kështu. Unë ka qish në 2010 që më këthi këtu, unë s'besi se ka pas kosh në një kështu. Nështë më para nuk e di, për një për në 2010 në kënis ka pas kosh. Taksa thamë do i paguajmë se s'kena ka me majtë, në detyrë e shtetit. Antaj le të shkojnë ke kryetari, antaj ke kryeplaku. Kryeplaku të shkojnë ke administratori, shkojnë zinxhir ke punë. Si ke vetëm këtu. I ke të sipër. Su më vend të hedh. Ato nuk kanë gjëra që konsumohen. Ato gjëra që ke një të jashtëpërdorimin që hedh. Se që gjëra bi nuk hedhin ku jo. Janë gjëra në mbeturina, për ne hedhin në vend, hedhin koshte, kanë një vend. Situata me ndotjen e mjedisit nga mungesa e kontenjerëve vijon të jetë një problem i shtuar për shumë fshatra të bashkisë Klos.